Allahu prezent, janë orë Vllaznia me morë peo brije, me më prunë rëzoll, nuk unë shaj Bacefej. Edhe 2 tenoror generali Las Derguti me Ahmet Zabelin, apet nuk unë kanë shu. 3 herë që le të fletë kë, vetë, 3 herë, me menzi u mëlshoj, bili u qunë nëtë, më kopi për qofë, tha Rambo, mos mëlshoj sërtë në 30 metra, 25 metra. Dhe ty, Berametlia, qysh tha, që ashtu ma pruni zëti, bashkë të vuri Gjevdet Aruqit, që nga kanë vronë nish Jugoslavi Gjevdet Aruqin, 25 metra, 30 metra. Po si kanë duhet që e komponi? Atu kur nuk e harroj, dhe ma thonë tenkat në vërsëllën, se shumë thëjnë u që këja ka ikë. Me pasikun se kësha kol tenken atë. Me pasik se kësha kol tenken, asë kërë se kësha umër plumën kry me pasik. E kur nuk e harroj, kris me por e jam jako drejnë tenk. Tani kanë gju ato shtorë që janë në kohët bashkë me neve. Dhe ma të të më të shtorë. E aty e keni asgjësu në tenk? Edhe në kupohet me disdisi. Bile kur nuk e harroj, a i tenkiste që të sa që më i ke gjuki flatë qëtaj të pipluma më ka shkua. Edhe masi që u kalë tenka, shkijet rrës tenka, u sirëshën si kur dhe, që shtë tupë. Ja bajka i komandon të i tyre, ja bajka ajde, morë na prejt, nuk u zeshin morë. Që atë tu kena vëro, sa kena mujtë në 30 metra, se si kur dhe, të i hupi bësulla, që ato ushtarë që kena, sa kena mujtë kena gju. Bile ku nuk arrej, më ka qetë automonti. Që atë ditë ku së më ka kupë zemra, ku më ka qetë automonti, kur atë njetë, se kum një vetën ma lekshta. Edhe pe nervëz e kom morë, e kom qelë automatin, e kom shi, jo me tho me ikë, po e kom qelë, e kom shi, e me pastru, e me luftu hënez, kur ardhë urdhë, që ka vëllo prezent se o kjo ko, tonë janë të rjekë me automata në njërë të regull, unë e dë automata në gjej pa qëtë, dë në dërë, dë që e kom ka po vetë prezent, në mos e në menëshëm, hënez me luftu e, jo me ikë, po me kryesore sërtë u këthyën, mu rizit tani me se edha e kollin e tengë, edhe komandant Shkupi, edhe ai luftari furt ka qenë aty, ka qenë Ahmet Zabeli, Randi, Ahir Dëmokë, Fatit Dëmokë, Rifat Mzive. Shamponi për shtypjen e me Rifat Mzive, për me shumë, heroin e klubit Rifat Mzive, unë vllahën e tij kam shumë mik, Ahmetin edhe, si ka qenë një moment i rënd bashkë me Rifatin që çka të ka thonë ty kur është rinj aty se boni për shtypjen. Po, Rifat Mzive ka thonë edhe herë tek kisha po djalin tim vetë në zheku më jetë, se djali ka pas lind luftë. Edhe i herë ka thonë, kam qef me po djallin tema, dhe më thonë që në luft që i ka lind, po qes, dhe më thonë, a i nuk e pat fatin me po edhe i herë, po ra dëshmur. E për që ta, na dhëtë me mojtë në Musa Smoli që ka full, a i që manona në luftarit, me Musa Smolin jam, a i që e respektët dëshmurin, me ato jam. Në varsisht periullën mas lufte, kush me qka mërë e qka banë. Na po fullim për periullën e lufte, çdo shtor është i vleshëm, edhe nëse nuk ka luftu heq, veç uniformin që ka pas, është i vleshëm, se me panzor shkojnë, me qatë uniforme, e kish prej, e kish gri. Edhe ajo është, a i tonë s'mujnë më bojë luftarët furt, për që është ta mungu sa 5.000, me 5.000 vetë janë kontë që kanë gjullë shko. Tani ka pas normal edhe tjerë. Bravo, dhe të gjithë, bravo. Shumë e vërtet, e po, me Rifatin që jeni njoft, me Rifat Mzivën pas e sa me? Me Rifatin jemi njoft, se jemi edhe, si kojshi jemi, fëshqin jena, edhe të u ka të kreti kemi edhe në marinë atë, edhe babën e tina, babalarë të unë e njoftë kanë pas raportet mira gjithë. Profesori Rifat Mzive ka qenë, me të vërtet ka qenë njeri shumë adhëtarë, shumë luftetarë, shumë i dashtën, shumë i ofërt, edhe me shuk, edhe me ushtarë. Ka qenë zemra, veç zemrë ka qenë. Ajë, unë do këtë ma të modha ka pas zemrën se trupin. Ka qenë njeri komandant shumë i zuti ka qenë. E jemi njoftë edhe në Nakarara, bashkë në ditën kur i kanë sulmu jashartë, se pari jenë pozicionu forcët e armikut në fshatin Mërin. E kanë qitë rejthin, tani i kanë ra jasharëve anina. Edhe ka ardhë Rifati, ka shtenë, 2-3 herë, mi shpia tuna, ka paralajmëru që është në gjendje lufte. Edhe ato kemi dalë edhe, ato jena mobilizu krejtë. Fshati, edhe fshati Mërin, e kryshef se Makarmalja gjithë ato, kemi qenë një pikë për bashkët, komandant e këna posi Las Dergutin. Atë Rifat Mzive më ka ra shumë beteja me zhvillu me Rifatin. Bashkë këtë ditë që po të regën Rambo, që atë ditë që ka kollë tonë kënë Rambo, me Rifatin jena kemi dollë, a ditë ka ra dëshmër i parë në të pikë ka ra Zenel Mzive, kushëre i ofert i Rifat Mzive. Ka qenë betej shumë e ashper, që më të mushmenja dhe pejtu ke plumat për dolin. Kanë me tëna, municion e granative kanë zbroz
forcat armikun ndaj forcat tona. Po nuk e kanë alë pikën. Kemi qenë shumë vendast, edhe pse s'kemi qenë numër shumë i madh, po kemi qenë shumë vendast. Na e kena marrë vesh për Zenel Mzim që ka ra dëshmor në do pozicione shumë afër forcave të armikut, 20-30 metra. E ato e kena marrë lajmen Rambo, Rambo, Fadil Deliu edhe Bajram Jahaj Mitrovicës kemi shku për me tërhik, mos me lën forcat e armikut me marrë kufomën e Rifat Mzivit. Zenel Mzivit. Zenel Mzivit, po. Jena